pak me ta. Bullizoj pak. Pak. Po, problemi është që unë me gjithat shpresoj që jemi në agjendë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ku nuk ka me ndërmarrë hapa radikal, sipas meje, administrata Trump, për me u bën këtu hatoja. Jo, po problemi është që ku jemi na, një qeveri që 4 vjet nuk kontakton me administratën e Shteteve të Bashkuara. Nuk kontakton. Me asnjë njeri gjallë. Me asnjë njeri gjallë. Ka ndryshu situata, tash ai që duhet të kontaktonte departamentin, ai s'po lejohet futet në ndërtesat e departamentit të shtetit atje. Ka ndryshu Amerika, Matosi, tani është edhe më problem. Neve polakana me hon ka ndryshu Amerika, po Amerika nuk ndryshon. Na kemi ndryshu. Dhe na kemi ndryshu që kemi marrë on kësisht tjetër anti-amerikane. E që to zguzonim me thonë. Anti-amerikane? E po thoni ka ndryshu Amerika, unë mendoj që Amerika edhe për një 1000 vjet, si perandori, ose ajo hegemonia qëllimie që quhet, nuk ka me ndryshu. Po kemi ndryshu na. Dhe shtyr po na vjen shumë zhek, shumë rënë me e pranu. Qysh kemi ndryshu na? Domthon, kryeniçi, arrogancë, pa dëgjueshmëri, pa mendësi politike. Domthon kush politikisht do të menon këtë vend. Stups, prom një kolegi jam në këtë studio, 30 herë e ka përmend fjalën Stups në veri, Dajak, Stups, Dajak. E di për çfarë pati Stupsin, për shkopin në karrotën. Po në rregull, po. Apo përsëri e nxora. Po problemi është një shoqëni politike, një shoqëni e pjekun politike, një demokraci. Domthon nuk duhet që as zoti Kryeziv, as unë, a zoti Maliqi, as kërkush prej nesh me dal me mbrojt individ ose grupet etnike veç e veç. Duhet me mbrojt institucionet demokratike të shtetit. Dhe institucionet demokratik i shtetit tam, ja u ka dhënë aty në të drejta shtesë që edhe në listë me hyp Albin Kurti edhe vetë vendosja nuk mujnë me i shbon. Se s'mujnë me i shbon. Sepse s'keni koka për thamore. Po të replik për ato shumë? Kam replik se gjithmonë replik se kjo teoria e bazë. Ta ju mësume manipulu shqiptarin analfabet, edhe me nëjnë më manipulu edhe mu. Që në të hynë, një orë ka full. Edhe kum të gju. Ligjeratat e njëjta. Vallojt Jo, s'ka drejtë që moment, edhe mu më s'ki drejtë që moment. Edhe mu ma bërë e fjollin ku i ndërhynë. Unë jam i pa drejtë ndaj te. Shiko, ti je vetë një propagandist i cili ti nuk e nje sistemin e Kosovës. Fatkeqësia jote është drenor. Ti nuk nje kushtetutën, cilën, shiko, që të kalzojnë ty qka. Marrëveshjen ndërkombëtare zoti drenori në Kosovë votuan me 2/3. Me 80 vota plus. 81. Gjithë punë janë votuar. Marrëveshjen ndërkombëtare i dashur drenor bëhen ligjet mbrëmshme. Në momentin kur ti e shkel marrëveshjen ndërkombëtare, ti e ke shkel ligjin ton. Shtetet që i shkelin ligjet e veta shpollën shtetet dështume. E ti për bërë qëtërin. Ti për bërë qëtërin. Kolegu jam Kneqi është. Shiko, kryeministri aktual në detyrë, që është Albin Kurti, thotë, citoj, 2 pika. Zoti Rakić po mbon qëndrim shumë parimor në barikadat në veri. Rakić është nër kryetar që mas ne ju bon kryetar, niko, i listës sërbe. Për cilin ta përhën që o kriminale. Zonja Kusari Lila, zdravo, kejtë në regull jemi, ligjin kunder pagës minimale që i cenoj këtë direkt veteranët e luftës çlirimtare. Kur gjës ka ndodhë? Ka ndodhë para një, qka për dihun e para një 5-6 vjetëve, para 7-8 vjetëve, ka ndodhë diçka këtu afera që për i përmen këj prën të e pa konkuru e që si budalaleqe, që ka ndodhë, kërkur si ka më hupor, ato që ka ndodhë, ta njerëz ju në dëshku, sot partit politike, sot partit politike, cilat që këtë dorës të jam kënej, pe i bullizon, komplet strukturën e kryesive e kanë tëshme. Komplet për jatë soj kohës kur këj për i bullizon. Amos është jo parimore kushtim, me i shoha, me i fyën njerëzit, të cilët janë tri, të cilët paraqesin diçka, të cilët kanë hyrë politik me një mu, me kontribuar arit vetë. Nuk i shajti i kritikoj Gashi. Nuk i shajti. Apo? Gash?
Si ki shajt? Jo ba, unë ju thash idiota, fundrina, të paft, Nese mos po. manjaka, budall, hajvana, shka si thash? Hajvana e ka Keni mujt ditë jetë popullit Hajvana të e ka këtë. Pamelat, hajvana e ka Hajvana e ka kryeministri. Foti keq, këtu nuk ka nej partizon për dekës, që quhet edhe trope ty po fjole. Po. Bullizim o gash, ka i të bo me ledekenti. Ani. Një mujdit e kije. Okej, vetëm pak, gash, se kemi po kërkojmë zgjedhje vetëm pak. Drenor, mos bëj skena se kemi musafir këtu. Është ndërgjëm po fymi direkt, kolegi jemi po fymi direkt. Po mos ndalemi në personale tani. Po mos ndalemi në personale. Shik ta zotrit. Rregull, na mund kemi mendime ndryshme për këtë puna këtu po. Unë më nxjerr argumente. I kemi këne. Ne po kërkojmë Shoqëri civile jemi edhe ne, sepse media dhe shoqëria civile është ai pushteti 4. Ai është pushteti 4. Ne po kërkojmë zgjidhje këndej, mos ndalemi këndej. Po kërkojmë se i kemi musafirshëm nderuar, edhe jo rrallë herë kemi mundësin ta kemi zotin Kurezio, zotin Malishi së bashku këtu. Absolutisht po. Ne po kërkojmë zgjidhje. Ne mujme diskutu, po s'muj me fajsu, do të thotë në këtë rast konsideroj që normalisht partia parë cila ka fituar shumicën e votave, 42%, do të thotë 43%, përveçërisht ka përgjegjësinë më të madhe në krijimin e institucioneve. Tani, mënyra se si ju ka qasë LDK-s, se si do të qasës PDK-s, nuk e dim. Po në këtë rrafsh, ne nuk mund të diskutojmë vetëm për LDK-n edhe për fajësinë e saj, edhe të largojmë nga diskursi politik PDK. Se gjithashtu edhe Partia Demokratike ka përgjegjësi në krijimin e institucioneve, edhe ka fuqi, është subjekti si po sillet deri tani sipas te Kryeziu PDK-ja. PDK-ja do thotë gjuhën e ka pasur të butë me Hamzën vazhdimisht përfshirëse. Por Partia Demokratike është për një krijimin e një qeverie nga opozita e cila marë parasysh fuqinë politike cilën ka zoti Kurti, thamë edhe më herë të diskutuam, mund të ketë një mandat shumë afat shkurt, 7-8 mujor, e cila nuk është zgjidhje për situatën politike dhe institucionale të Kosovës. Tani, Partia Demokratike përveç kësaj, ana tjetër ne nuk i dim saktësisht negocimet cilat i ka zhvilluar me lidhjen demokratike.